I gjithë qëndrimi ynë për Lali Vjellshin ka qenë dhe është shumë i qartë. Ne protestuam ndaj një njeriu që ka firmën e tij në projektin për 130 milion euro, firmën e tij në projektin për 130 milion euro, dhe drejtësia shqiptare heshti, siç e dini, dënoi 2 antarë të KVO-s. Sepse ky akt i pashembullt është në bashkëautorësi me Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Janë të 3. Ne protestuam 46 javë për sipërmarrjen 5D mirë po hoteli për 24 i Qelqt thuhet se ajtivari është një prestonome, por familja Rama, si pas qytetarëve digital, është shareholder kryesor me familjen Veliaj. Hotel. Por gjeni, hoteli nuk është sekuestruar, nuk është prek. Por gjeni, Erion Veliaj nuk ka një akuzë të vetme për PSD-n, ndonë se është në disa akte kryetar i autoritetit kontraktues. Ndonë se i ka dalë emri, se hoteli është i tij. Hoteli nuk është vetëm i tij. Aso kohë u tha se hotel shareholder është Olsi Rama. Tani që është e vërteta, shtrihet në familje për hotelin. Por ajo që ka rëndësi, skrapi i partisë nuk e heton dot. Hoteli mund të shkojë në total deri në 100 milion euro. Hoteli kur të përfundoj, gjë tani është 60-70 milion. Është mund të jetë hoteli i dytë më i kushtueshëm, i ndërtuar pas atij të Melia, të Artan Dulakut me kompaninë Melia, apo si e ka, nuk mund të them. Ky hotel mbetet pra pa asnjë hetim. Kështu që Erion Veliaj u dënua për, ose u akuzue me dokumenta. Me dokumenta. Për devimet parave të takspaguesve të Tiranës në familjen e tij, Velicën, vllaun e të tjerë, çka përbëjnë vepra penale. Por, duke thënë këto, dere qartë si drita e diellit, se Erion Velin e arrestoi Edi Rama për ta hequr qafe, për ta eliminuar. E arrestoi me një letër të Anesti Angonit që ju si të keni pa, ajo ishte një pamflet që mund ta shkruash për çdo njeri. E arrestoi dhe trajtoi në mënyrën më të shnjërzore. Imagjinoni ju të çoj policin në pranë provolinës ku operohej. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë në botë këtë. Jo, nuk kam dëgjuar. Në diktaturë më të zezë ndodhte që armiqt më të egër të partisë e operoshin
po policë në sallë të operacionit nuk mund të kishte. Rrinë diku jashtë, po në sallë të operacionit nuk kishte njëri. Si që futi ky, policë në sallën e operacionit të Erion Velis. Tani, i të merrur për i ti, pasi i ka mohur e shkarkoj, se sa vlente Erion Veliaj, do më thënë, krahasoni Rex Biberaj me Erion Velin. Rex Biberaj, kryetari i bashkisë Tropoj, qëndroi në arrest shtëpie 11 muaj edhe dolin u kthyen punë. As nuk e shkarkoi Edi Rama, kurse Erion Velin në një afat kohor minimal e shkarkoi sipas ekspertëve në kundërshtim me ligjet. E shkarkojnë kundërshtim absolut me ligjet. Si e si t'i jap duhet sa më parë. Pra, ku qëndron Partia Demokratike? Partia Demokratike qëndron se Edi Rama, pas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, Erion Veliaj është hajduti më i madh i shqiptarëve në histori. Por, nga ana tjetër, asnjë njeriu, cili do qoftë ai, kur nuk mund t'i mohohen ato të drejta që i garanton ligji dhe kushtetuta. Ky është qëndrimi ynë. Tani, kanë qarkulluar shumë të themi gosipe. Njeri për i tyre se burgu ka lajme dhe gosipe. Njeri për i tyre është se para 3 net që nëzore nga burgu atë. E quen dikun drejtim të paditur. Të kalamendur. Sa është të vërtet, muret e burgut e din këte. Por e vërteta është që gosipi ja sa e nërte se këte thot. Pse e thash këte? E thash këte se Edi Rama është i të merrur nga Erion Veliaj. Dhe don ta shoh me çdo kusht të zgjesur. Politikisht të paktën, mos edhe para tjetër se ato nuk i di. Po që ta nxjerrësh tjetrin në 11-12 natës, të kalamendur, dhe ta nisësh në drejtim të paditur. Kjo absolutisht është një akt akuz direkt për Ramën. Ku shkoi ai? Ku e çoi atë? Mori autorizim apo s'mori autorizim? Apo përdori vetëm këtë si thoti papagallin e Uluziut? Ramallari, Lamallari që vëtë, jo, për të dhuan zjerën e ti në 12 natës, 11 natës, këto si dim. Megjithatë, ajo që ka ne qëndrojmë, respektimin e drejtave të çdo njeriu kudo që ndodhet. Kjo është.